Ky emision mundësohet nga Telkos, Ekofrut, Bruno. Edhe kjo është tumë për në gjenë si çdo herë tjetër në vendet ndryshme të bukura të Kosovës, e kësaj radhe në Shkukës, në qytetin e Gjakovës, me një personazh që të flasim shumë për muzikën, për dohasmat, për mbrëmje muzikore, për jetën e tij e private, rrugtimin e jetës, familjen e gjithçka tjetër, si çdo herë tjetër në kamp që sjellin muhabete më për çejfi, edhe muhabete të natyrës, ndoshta pak më i zhvesh prej petkut të punës dhe angazhimeve që veç i kanë. Këto po na pret një këngëtar shumë i njohur, është Genti Bytyqi. Genti, veç është të ardhë dhe kemi punë në Shkukës sot. Gent, faleminderit shumë, kënaqësi e madhe që i the po ftesës edhe i kemi gjetë një vend për më duket perfekt. Po dia kemi bo mirë që të kemi pru qëto, se bajagi nxehtë. Pak të nuk keni largu prej së nxehtë, keni fut pak në hije, po mas pari për shëzërashtin një rumë njësarë dhe juve në Gjakovë. Faleminderit. Edhe faleminderit për ftesën, kënaqësi shumë e madhe, edhe pse në ditë bukur të nxehta. Shumë. Po unë edhe po të kërkoj falje publikisht, pse kom vanu pak dhe në ditën e sotit, po të kom tregu për angazhime bukur shumë të mëdhoja, e kom lonë. E di, edhe unë për sa të thash faleminderit që në mesin e krejt angazhimeve, gjatë të kohë duket që këngëtarët veç verës nuk bën. Nuk bën me i prek heqa. Varet për ditëve, po diqysh në Gjakovë thojmë tje po të zorin, ishim periudhë kur ishim duke shku në Kroaci, tregova ju në Shkup, ju në Tirani, me kom pak të hapt. Edhe angazhimet familjare tjera me të ndrejtë që më kanë lonë. Normal. Po, do është i zote gjetëm një kodë për 2 partë kur ke mundshme. E vërtet, afro që buhet gjithmonë, Po, kur veç normal. unë nga njerë thëmë kështu njeti ku të është i mirë. Gjithmonë, e realizohet. gjithmonë. Gent shkalove një ma në pjesën këtë në Bajagi dhe udhëtime, Kroaci, Mirë, Shkop, Handej, Këndej. po, kanë qenë udhëtime të hapta me të drejtën, Kroacia, sezoni veror, dhe më thonë si për ne, si për ata, për gjithë ka qenë të lovi. Përgjithësinë kur të shkojmë, zakonisht shkojmë për gëzime. Kjo është e mirë. Po ma mirë është që kjo, për fatë zotit, kaloj mirë, mundomi paktën me japë më të mirën tonë, jemi një grup i djemve, dhe më thonë shështë diku 6-7 antarë që shkojmë gjithmonë, bashkë me Edin edhe me djemë të Okarinës. Momentet bukra, pak cikletshme, po ma shumë i nxehtë në ka mundu se kështu t'jo. Jo, bashkë dhe e bëni këtë farë pune me plot dashni se qëta ka muzika. Qajo në amon. Edhe ju mbanë se kemi momente shumë të ndryshme, do me thonë, vështira, të zorshme, cikletshme, llojet ndryshëm. Po në amon ajo dashnia për punë e profesionit, përveç që kemi burim, më me thonë, financiare, kemi edhe shpirtnuar më shumë. Gent e lodhshme, po din më konë, pa tjetër që po, së mos qëto udhëtimet edhe thash, kur e bëni me dashni dhe me qef edhe, me gjas sa një maj mirë është në fund feedbacku njerëzve, reagimet. Që ta që veç juftojnë, kur dyqysh ju thojnë fjallë të mira dhe dalin të lumtur prej qasaj që veç ju e sjellë, ne më duke që s'ka sukses më të madhë. Jo në disa momente, kuptohet gjithë punojnë për mjetet financiare, as diskutohet, jetojmë për ato. Po ma mirë në kësi punë është kur marrim lëvdata të ndryshme, so që as neve nuk na merr mendja, so që këtë javë kishim një lëvdat për një zotnije, në mosh, bukur shtyne, so që tha, unë e thajmë të hec me kërrut, tha po besom një që edhe që të kërrut, tha son të ata ma keni largu, tha prej knatësis, prej disponimit ma. Na gjithmonë mundomi, që faktikisht shkojnë për dasmor në darsën, edhe mundomi që në çdo darsën me dalë një darsën tjetër, dhe më thonë, me urrit puna në darsëm, ose në aktivitet cëllin do koftë. Po, fjallët e mira të njerëzve janë ato që na mojnë. Edhe gjatë darsmës, edhe pas darsmës, edhe në çdo periudhë, ato janë që na mojnë gjithë. Jo vetëm mu, shokët e grupit, po gjithë, edhe profesionin e ynë çdo lami tjetër. Padyshim, kemi me i folë gjitha kur shkojnë edhe kur t'ulemi atje, po a jetë gjetë ko për vetën ajo, a kitë verë njëherë s'ka për pushime? Me të thonë drejtën për vetë edhe për familje kështët. Unë e madhërusi detit, po jëm në periudat shkurta, kom qef me shku 2 ditë, 3 ditë, me bo me malujt lojnë edhe për 1 ditë shkoj. Tash javën e kalun e kesh 1 ditë. Me mëngjes dielen, u ktheva në mramje, se kam problem me vozit,
tepër mirë. Po, në fat gjatë nuk buna nervoz, me të thonë drejtën. Më shkon e rutinën, nuk e dua të rutinën e njetë për ditë plazh, njëta rutinë. Tash filloj me intensitet më të madh punës, siç tregova edhe më herët, po kur ta gjoj kështu një ditë dy, punona me shfrytëzu një ditë dy. Kur punona me koordinu edhe shoqja, bashkëshortja punon, domethënë është në punë të shtetit, zyrtare, dhe kur po muj me koordinu kohën edhe vajzat kapsht shkollë, vajza madhe ka përfunduar tash me parashkollorin, vajzën e vogël, po pi koordinojmë dyqysh, një ditë dy e gjoj mundësi. Raportin me natyrën që ki e gëndë, edhe si ma i ri, po du me ditë, edhe tash, a ke dalit që nëherë me ecë, me bu nëj hiking, a ke bujt nëherë në tendë, camping a jo, a ma shumë i rati si? Me të thonë drejtën, kjo pjesa shkukëzës ku jemi, tash mund bjen këto, ose nësë është në imramin e darsen, ose një kafe për qef, po viteve të fundit mas shumë t'jom të mpru vajzat. Për mi prun lodra, edhe në komi shfrytzu për kafe. Me natyrën nuk jam fort i mirë. Këtë muzikantat kështu më thonë. Po me ndaj, për shkak. Une, po du me dalë edhe të pjesë e natyrës, po para një vjetë e gjysë e kom pas një intervenim, e kom po ngushtimin e lukthit, e me pas qenë mrakli natyrës kësha dalë me hecë ose me vrapu, e nuk isha ardhe në atë gjendje. Po nuk është që jem fort marakë në natyrë, ambientet të hapë, nuk shumë të kom të qef, ose me shoqni me dalë një weekend ose t'i shka, në ditë sakune, po jo me ma një iniciativë vetë, me thonë hajde për shkojnë, po jasë, që jam fort. Bash, apo mundësh që me bu që të balancën e kujdesit, gënë ta problem, vera, ushqimet, përgjithsi, nuk është problemi vetëm dhe vera. Me na i sport apo mirë është ajo? Po, pikëshyri futbolin, tash kampionatin botnor, ata pikëshyri të lujt, une vish pikëshyri për bona nervoz ose për gëzona. Bash, të rëgëm e të njeni man këtë kampionat? Me thonë drejtën, kështu dashni e vjetër, për mu, si fmi, jo, Gjermani. Gjermani kom jetu, po nuk është që më ka pëlqyer ashtu të shumë futbolli. Okej, pëndova për atë arsye. Brazili ose Franca është të mahnit me futbol. Brazili jo është fort, po nuk e di, po kanë edhe pak fat ashtot. Po Franca është të më pëlqyer shumë. Kush është ndaj lojtar shumë i njohur i Francës? Mbappé ja është i Francës? Wow, okej. Edhe vajzën nuk kam mësuar del Mbappé në televizion ose Ronaldo ose diku. Qyren Mbappé. Pak edhe për na imponoj, po jo unë e madhur si futbollit, i përcjell bile promë kum përcjell deri në orë të vona kum përcjell Francën. Seriozisht? Po. Çfarë ndodhi me Francën fitoi? Fitoi 3-0 me Suedin. Okej, super. Meksika u shtyp për 1 orë gati për shkak frymave të forta ashtu diçka koha keq. E këso ekip favorit Real Madridin, den vdekje. Seriozisht? Po. Shumë ndova ashtu që je shumë tim Barcelona. Jo. Jasë jam Mbappé, unë thash Francën, Mbappé për çfarë arsye. Po jo, unë Real Madridin 2004-2005. Kur unë fillu me majtë në mangë, kështu tamon, me majtë lojtarë të në mangë. Më dhënë me vedi e të lotë, për asaj periudhe e du shumë. Jam që një ke shumë. Okej. Gëndë kemi folë dhe shumë tema tjera, po ecim në pak edhe pastaj ulemi dhe bujmë abet, hajde. Jemi ule edhe jemi ratu bashkë me Gentin, po si çdo tjetër një falendrim për partnerët tanë që janë pjesë e pandashme e këtij rrugtimi është Bruno Air, kompania lider në vend, atë qas edhe një kompani tjetër nuk ofron 10 vite e garancion gjithador edhe ideale si çdo tjetër, sidomos në këtë ditë të nxehta të verës është Bruno Air. Bashkë me neve në rrugtim të kampit, tryezës i është bashkuar edhe Ecofruit që gjeni në shije të ndryshme, është nga brendi Laberian, produkt vendor për me u fresku në këtë ditë të nxehta të verës bashkë me Ecofruit. Kur jemi të këtë ditë të nxehta agent, apo mundesh hiç? Diqysh po më duket nganjëherë kur është ftoft na ankohemi prapë që shumë ftoft mezi po presim verën. Kur djen vera, ankohemi që shumë nxehtë. Ku je ti? Çto? Unë du shumë verën. Okej. Tepër. Po edhe Zoti është në hall me neve. Fiks. Kur është ftoft, kur është shumë nxehtë, po unë du të nxehtë. Ma lehtë është. Nëse nxehtë shumë mundesh me bëni tush, mu fresku. Nuk smuhesh diçysh pit nxehtë. Jo, nuk dëgjon kur gjë. Është smuja ma lehtë është diçysh, ndoket mu nuk e di. Po jo, tash po lidhin përgjithësi vera e ka atë lezetin. Siç tash më herë për vajzat. Kur vin këtë pjesë këtej ose kudo që shkoj ose kudo që del një kafe, sheh fytyra pozitive, sheh fytyra të reja, njerëz që kanë ardhur për diasporës, grybeçar, ndryshëm domethënë. Sheh do njerëz, dimi gjithë sheh tu lyp çore me himrana mundse ose nëpër vetura mu largu
Po jo, vera. Mu për veti unë e du shumë. Ja ka lezetin e vetë. Kështu vendet malore, në krahasim me deti zemrën të rëmbena. Deti ma shumë. Jo, në mal... A dhe në kemi diqysh vendet bukra shumë Brzovic, Prevall, Rogov, gjithka. Kom qenë me shoshni në Brzovic, kom qenë në Bove, në Rogov, këto pjesë, kom qenë gjitha unë, po me thonë drejten për qef. Për qef, po. Jo, për qef nuk isha shku. Tash me marrë iniciativë, hajde përshkojmë se me s'ju edhe nuk di edhe nuk e preferoj. Nuk e preferoj, po nuk është shumë tërhek. Po për qef, me marrë iniciativë, jo. Hajde përshkojmë ku dëni një drejk në ambient hapen, ose edhe të mbyllë nuk prish punë për me utu nuk është problem, po në këto vendet malore jo. A për në det nuk është problem, kur du çdo 2 ditë shkojnë, pa problem. Kjo është e mira, për shë dhe telefonin bashkë për më qeshet, gëndë qysh më duket që a je që aktiv kështu në rrjetet sociale dhe a din më kohë në lidhshme pjesa e thirrjeve edhe telefonatave dyqysh dhe mos që të periud. A ke të lash kështu ajo? Jo, me thonë drejten aktiv në për rrjetet sociale, sidomos ka ana punës, nuk jam fort. Ato aktivitetet që i zhvilloj me djemt e grupit, me kolegë, ato i postoj ose ripostoj përmes tyne, po kështu diçka ma intenzivisht, jo me të thonë drejten. Pse më regent? E kum lënë pak si nas, nuk e di. Ju kum përkushtu pak ma shumë grupit, ju pak ma familjar me të thonë drejten. Jo pak, po pak ma shumë. Tash këto periudat e fundit, kom fillu me zgju pak ma vunë, se zakonisht unë në 7 mëngjes jam zgjur. Seriozisht? Po, vajzat i që në shkollën kopsht, edhe dhe më thonë, këtë ditën jem aktiv, obligime familjare, me shoqni, shka do ko. Mundona në çdo formë se cilit një najtë ofert, me ato sa ka mundësi kuptohet. Po jo, aktiv nuk jam, me të thonë drejtë në rrjetet sociale. Po telefonatat, nuk është që më bojnë presion ose që më pengojnë diçka, ata që thirrje për kahun e punës, në bashkëpunim me Edin, me kolegen, e kemi një mirëkuptim shumë të mirë. Unë jo maj që vetëm bëj pyetje, thëmë nëse që kjo do të është e lirë, nëse ka kërkesë ose diçka, e vesë është e lirë, së është e lirë, pastaj e alohat i me marrë me të pjesën tjetër. Dhe që shumë doket ma pastër, kom qef më punë, ma korrekt, edhe ndaj klientit, po edhe ndaj kantorëve të grupit kolegëve. Duke që është shumë fat me pas edhe një ekip të mirë, Gent. Absolut. Njeriu vetë, pa dushim që arrin edhe i ka meritat, zëri, talenti, puna, krejt këto, po në shumë suksese, pa dushim është dhe falë njerëzve tjerë që ke afer, po du më di që shkallan edhe me ekipen, duke që edhe humorin, edhe krejt, edhe kritika, krejt i keni diqysh bashkë, kalon mirë? Shumë. Unë personalisht me antartë më të vjetët të grupit po flasë, me Donin edhe me Edin, i kemi lonë 15 vjetë bashkë. Që me thonë drejten më shumë i kemi nër veti se sa me bashkëshortët tona, me familjet tona. Edhe kohën e vitit e ditës më shumë e kalojmë bashkë. Normal. Na mban një muhabet i mirë, një respekt, sidomos ndaj punës. Edhe përveç një tjetër, po edhe një respekt ndaj punës shumë i madh, ndaj klientëve, ndaj tasmorëve. Mundohemi secili mi ditë vendin e vet, në moment caktuar, në orarin e punës edhe jashtë orarit të punës. Humorin e kemi pjesë të pandashme, pasi që na vjen si që thash më herët me udhëtu, me qenë momente ndryshme bashkë dhe me thonë, do dhe të ndryshme tash, po momente ndoshta edhe nuk po më kujtohen, po telefonxhore gjithçka, po është një muhabet shumë i mirë, shumë i shënuar, një respekt shumë i madh ndër sjat në vete. Edhe është çelëse dyqysh kur veç. Absolut, ajo është që na mon. Mirë, se edhe na shohim plot sot raporte shumë përgjithësi kanë shike, edhe me artista të tjerë. Po më intereson me Edit. Është vështirë ndonjëherë edhe me mbajt raporte të mira, pastaj ka edhe shumë hatërmbetje, inate, xhelozi në këtë industrinë e juve. Ka shumë xhelozi. Shumë xhelozi. Mirë që po e pranon, kështu se vdes kur janë njerëz të sinqertë. Po si shon momente ndryshme, neve na rastis, tash ma të miq vet kolegë, lloj shumë situata. Edhe tash më jam detajist, i majnë mend disa, i vrej disa sene. Xhelozi, çka më të thonë. Ka tash bëret për tipit. Po më besoj që unë personalisht, jo që nuk du, po nuk di mi xhelozu dikon. Nuk di mi xhelozu, pse se Zoti gjithëve na ka folë ata, si talentin, si fatin e jetës. Dikush ka ma shumë, dikush ka ma pak, dikush ka ma të mirë, dikush ma të keq. Dikush ma vonë, dikush ma herë. Dikush e ka të shkruane, e ka fatin të shkruan ballë që thonë. Po unë personalisht nuk di me xhelozi. Nëse e jap një kritik
kujdo koft. Ose një këshill, ose shka do, e jep gjithmonë, mundona me argumente, mundona mos miranu, do më thonë me qenë me bazë. Nëse ta jep një këshill, e jep gjithmonë për të mirë. Sot që shpesh e thëmë edhe me shoqën, kur e jep një dhe për fëmijë ose me familjarë dhe shka. Thëmë, unë e pisho që nëse shenë ndryshe, vërtet të madhe, e në rregëll. Po, xhelozi ka në çdo lami. Po, çdo lami, e kom vrejt. Unë thëmë që inate pozitive, këtu janë shumë në rregull me i Unë pas. inate pozitive, po ka nuk përën pozitive. Pa dyshim, janë dashakejse dhe... Ka se cili për vete. Unë, me thonë drejten, unë e thash që muhabeti mirë me shok të grupit, është se për fat mirë nuk kanë rritë familjet, kemi bu më obligime familjare, edhe më besoj që nuk po kemi edhe ko me dalë, me marrë me kolegë tjerë. Dikush është, që thënë në Gjakov është ma ngalishëm, ka kohë, është ma i lirën për kohës, ka mundësi edhe spriton me marrë me shumë sende tjera. Ma shumë për ma kona mu qunë me nxez, me qu bojzat në kapë, me shku me marrë. A për shërbe se e gjeni fare ati e dyqysh unë jem shumë rahat me ato. Je i përmbushur me edhe që që është një farë ngarkesë, që ku t'vjen kua drekës, ndodhë që nuk muja s'ma ngër drek në shtapil lodhës, po ku ta këqyën anën tjetër është shumë ma mirë se fjallë. Do më thonë ki fjallë, nuk është që më pëlqenë ashtu të shumë, edhe me Edin, po edhe me Donin, për fulli si ma të vjetët e grupit, po edhe djemë tjerë, Ermiri, Elgasi, Durimi, nuk është që kemi qef shumë në najtë pa keq kuptime, jo me muzikanta, me kolegë, po me muzikanta ose të lajmive ndryshme, nuk është, kemi botën tonë, jetën tonë, monomi ashtot, me thonë drejtën edhe ajo ku një farqece. Kemi qyrë punën tonë, ju kemi përkushtu punës, sa kemi mujtë, sa kemi ditë, sa kemi pas forcë, edhe si mi banë në sanë të tjera. A ke atër mbeti kështu që s'folë me naj kë ngënd, apo pak njerëz ka, që genti ka atër mbeti? Une i natë nuk di me majtë, hatër nuk majnë, atë marrë me thunë pasë në fëmi nuk di me majtë, asë në dikon më të vogël, asë më të madhë nuk ka shansë. Po thu që nuk është për nej vështirë, dikush mundet me të bo që ti me mbajt i natë e hatre? Nuk jam që maj i natë me majtë hatër, pra me qenë një fjallë ronë, një gjeste ronë, një shka. Po apet kom qef marrë puna mu skeru me atë person, do më donë kom qef me diskutu, po me shokë, zakonisht gjithmonë, butë se mi ofendohemi, ndodhi momenti caktun, po ka ndodhë që më prish me një shok tjetës, jo më drejt që apet mas të kohë caktune, edhe ka vazhdu muhabeti, do më thonë është këput këtu, ka vazhdu njëtin, vand njëta, form njëti, gjithë shka ka vazhdu njëtë, nuk është që ko majtë hatër ose i natës nuk i foli, kështu nuk jam. Duke një kështu shumë tip me i dorushëm, i qetë, Gans, po d'ja je shumë ndryshe prej ekranit për diçmëri? A, kur mundi me gjente me pa nervoz? Me vëmi vetë grunë teme, thot hajde me mu ku t'jemi bashkë në vetor, po se kur të më kapin nervat mu, po... A që atër garant du të me t'lonë? Përgjithsi me njerës t'jam shumë i qetë, mundona të paktën, mundona me qenë i qetë, s'pëdi, soja dalë, sa rri ato. Jo, në që pa ta të përshtypin si duke është në ekran. Po, gjithë më thojnë, po s'pëdi. Qka mundet me të bo nervoz, Gant, haj, qka ta prish disponimin, qefin? Detajet shumë të vogla. Po bre, shumë detajes, jo. Detajet shumë të vogla. Nëse buna gati për darsëm, ka ndodhë moment fundit. Shoqja, po edhe nana më ka ndodhë periudhë, dhe shem konë beqar, po edhe tash kote fundit ndodhë me një mu bashkëshortës ose njëna tjetrës. Ma ka ndjek mishen, të maj kuros. Se nuk më shkojnë këto punë të shpisë për dore heq. Ashtë qartë. Edhe kur të më lipin kafe, dhe më hadi me mu dalin pim kafe, unë s'hi me bo kafe, pritaj. Qëto detajet në është ta parës me shkundorës, në është që shkurta tropë që dojnë ma prishin trunin, pa djekin trunin, po jo në sanë. Okej, këto janë kalu. Në sana madhore, ajo në është ta mundë më thomë që edhe pritet ose dyshka pa pritën ajo është tjetër muhabet, po detajet e vogla. Kom qef pak milion sandat e në vijë, sandat e në rangë, diqysh trik që ashtu më ka po vetë vetiu. Kuptaj. Me mosh. Jo, me mosh, do më thonë të rritet të i regullu punë të mija, e so që më pengon dikush me një prek. Që ato e kom qështu. Gjen dasmat, ta shkej diqysh folin për qëtë pjesën e verës, për di që keni angazhime full, ka njerë ku pëthonjë se ka masë dhe një ditë lirë valla po befasona, i përgëzoj. Inshallah kur nuk ka kërkush ditë lirë të punës. Se në momenti që ka punë është mirë, të pak të në fjallë nuk ka, është mirë, është shku dhe të rrgosh bërë qëtë. Po, punë kemi mirë, punë është mirë. Përgjithsi Gant shumë,
pjesa e dasmave apo jo. Dyshysh kur nalesh me mendu nga njerë isha edhe komentet sepse mbjen edhe në emisionet të kampit edhe emisionet që kam në studio tek një natë, sidomos aty sa aty kam pothuajse më shumë artista, këngëtar, edhe kum pas këngëtar shumë të mëdhenj të vendit ton, edhe kur i lexoisha komentet pastaj në rrjetet sociale të videove, po hajta bën se u knaq fare dyqysh jo, edhe veç shkoni që të ndasëm, i kinani do kongë dhe dilni për asaj dasmës. Dyqysh gant, ndoshta unë që punoj në media, shokit me një sy tjetër pjesën. Pak na kupton. Po, ju kuptoj, sepse nuk është veç me dalë që aty, dhe veç me kënu, ose unë veç me dalë dhe me folë, sepse një fjale imja dhe një këngë juaja, ose një veprim diçka, ka shumë pastaj pesh, përgjithësi, mos me bëndo një gabim ku dione dhe nuk është lehtë me mbajt një dasëm dhe me këndu për disa orë live. Dikush thot, kime shkundar se... Po dhe prandaj që vdopet kur të thonë që shto. Shoqënia rrethi, hajtë që shkona ndarësëm. Po dhe knaqe. Që shkima hongër me pi, a beso në fund edhe merë pare. Dhe së Gjakov kanë qef pak edhe detoj ashtu, jemi pak vetë kurioz ashtu, përgjithsi. Po, kur jem njoftu me grunë me bashkëshortën time në fillim, edhe ajo ka mendu njëjtë. Apo? Ka mendu njëjtë. Oshta e përshtypja shkone në 7-8 ose në 6 shkone në ndarësëm e kry, kur që s'ki haj. Po dashti zoti kur e zyrtarizum lidhjen, njëtë e kuaj i ranë disa mramje të meqve, shokve që martunat vetë, edhe në aftojshin përveç me muzikë edhe me familje, me bashkëshorte, gjithve. Në lidhë për 2 javë 3-4 mramje. 3-4 netë. So që 2 netë rresh nuk e di kështu diçka. Kërë qut nesmit në mëngjes, tha, tash për ta di, ta mën, tha që shko ka puna. A përsha? Kallaj është në zanat huj. Në dhona thom, del kujtesa 5 minuta pole dhe që e merr një rrugë të mirë. Caktune ose një shumë caktune, po është shumë problem. Dënë për kushtim, e mbi gjitha në jetën e sotit që jemi të bu gjithë, pa marrë parasysh, pa dallim, dënë një disponim i pas. Po dhe se të qysh ti mundesh për një mesot mos zgju për mas një jetin botë. Ti mundesh me dalë për darsëm, mundesh më njësë për darsëm, edhe rrugës, mramëte, ma të thjeshtë për marrë shemë, mundesh me pas një këtë shkoptim e komunikacion ose një aksident vogël. Edhe në moment të aprish disponimin, të aprish qefin që dojtë. Edhe mundet me reflektu në kretë mramjen. Duhet me pas gjithmonë mundona dhe më dhonë me majtë një farë disponimi për kundër lodhjes. Tregova kërë mjarë për Kroacisë kemi marrë në mëngjes, në ora 11 kemi mbrë një shtëpi. Për bura 4:30 për Prishtinë kemi pas një mramje private. Dhe më thonë, përveç punës që punë që kemi është dashnia, po dhe disponimi dashkën e të majtë. Qaja është të dyshë nuk kanë faj ata, me të po ty nervëz dhe me dojnë aty. Një aty. fjallë mujnë me thonë, e ki zgjedhë si profesion. Tash edhe për mu më do këtë puna e dikuj, mas pari bashkëshortës tim ose kujtë tjetër, do këtë punë e letë. Hajtë se ki punë me letra, që aty po si cila ka të peshen e vetë vlerën e vetë. Oshte ortë, do më thonë, kohë e zëshme përgjithsi, në çdo zanat, çdo për ditë ma e fështirë me një farforme. Bash, ku knaqi ma shumë dosë? Ku knaqemi? Po, edhe pse bashkë në qakuasi. Jo, hajgare pak. A vrejmë shumë? Djale qik i shala djale, dhe ti sot ke thonë. Bash. Kështu të kujtes, Gjakova... A vrejmë shumë ndryshim, Gent, se dyqysh ne jemi mësu pra më Gjakova, është një farë tradite tjetër e të bërit muzikë, edhe dyqysh kena do preferenca pak ma ndryshe. Gjakova ka Se ti mu, unë e shijaj shumë, dasa Gjakovjen. Mos me dalë Gjakovjen. shumë, po ka pak do regla. Po. Ka do marifete. Për shembull tash viteve të fundit, kjo marifete ishte e bukur. po da, po jashtë Gjakovës për shembull për zëni Peja, Prishtina, këto shtete të tjera më të mëdha diskutohet. I kanë bërë do rregulla që fillon darsma për zëni 8:30, fillon muzika dhe pastaj 10:30, në varësisht për marrëveshjes dasmorit, kanë kohën e darkës. Atë ditë në atë moment duhet me bë muzikë banal. Pa dasmor të vallëzu prizoj. Po Gjakova ka një rregull. Këtu vjen ushqimi shpesh e ka pak, ashtu nuk është sasi e madhe që ato që i ka rezervuar zotnia, po shpesh e ka pak, po kanë qef pak edhe me majt njëri me tjetrin. Se më shpizoj mune ti nuk kemi taku që sa vjet. Tash përveç darsmës kemi qef edhe pak mi boni muhabet. Na mundohemi zakonisht edhe me Edin shpesh e diskutojmë, e bëm rëndën e parë ose rëndën e dytë e bëm pak shkurt ose e bëm pak gat. Po ka nevojë edhe pak me bëm muhabet. Tash ma jetë, vinë gërbeqarë, diaspora. Ka njërë si nuk e në pa në vitën e veti. Në Gjakovë është që ke pak që nga ka metë, tash nuk po thonë me të moshme, po është
unë që majnë mand të paktën që 15-20 vjet, është që rënd, që shtu që rregull. Po dhe në preferenca muzikore? O preferenca. Shumë. Në Gjakov preferencat fillojnë mas orës 1. Dhe me thonë Prishtinë më rëndoshma në orën 1, në Gjakov unë i thëmë në orën 1 pjove. Fillon në zonë arkia, po tash një opcion për Gjakovës, pa keq kuptim për shtetet tjera. Po dhe, është normale. Po, për ne maja shumë të mirë. Din mi vlerësu, si të mirën, si të keqen, din mi që mu gjithdo sanë. Bash, edhe... Kalon mirë në këtë qytetet? Po, A ke probleme pjesën e repertuarit, kështu, a keni hiç, a pëtën se të qysh, për shembull, në Gjilan ose në një qytet tjetër, një mend, diçka i kanë çdo qytet i ka preferencat ato muzike, kërkesat e veta. Po, për fat, me djemë të mundohemi që në çdo periudhë tash të bëjmë me u updetu, Po, me i marrë, domethënë këngë të reja, me i mësu, me i përgatit. Paktën edhe s'peki nevojë me mësu se në TikTok po. këtë kohën për të rrinë para fytyrës. Po, dallon qyteti për qytetit. Shumë. Pe i lypin diçka tjetër, në Gjakov lypin diçka tjetër, Përzeni diçka tjetër, i kanë ato randat e veta që tash. Gjilani që ashtu, Po, na kemi rast edhe shumë edhe në Preshev, poni ma. Shkup, Dibër kemi qenë. Edhe atje, është edhe një nostalgji për muzikën tonë, po thëmë tonë. Gjakovës, Mirëfill, Shqipin përgjithësi, po i kanë edhe ato kërkesat e reja. Po tash varësisht prej moshës, kush martohet, kush bën dashje, dallon periudha. Bash, gjenta ki pas kështu ndaj farë momenti shumë me siklet madh, me ndaj dasëm. Se ty të qysh, ju më duket edhe me bo gabime, qaq mirë dini me i kamuflu edhe ndaj tekst këngën e si ja hoqni ose diçka, më duket që qaq mirë përshtati me ekipën sa tjerë nuk e marrin vesh. Në fillim, më me thonë kështu prej marrës në ashtan vike, kuqa, bosha allë që thojmë komplet. Po me kohë fiton atë përvojën e punës, sa që nashta ka ndodhur edhe në gabim trashanik. Gabim trashanik, po se ka marrë vesh kërkush. Ose në moment ja kemi mlu një tjetër, për fat jemi edhe 2 këngëtarë unë bashkë me Edin. Nuk është që na ka ndodhur diçka të caktuar. Kemi përsit në shtaj tjetën kongë, huqje tekstit, gabim diçka, nuk e di, gabime muzikore, akordet këto, po jo diçka që me ndodhë në më vrej diçka shumë. Tash ko njërës që i lidhin du ndarëse, edhe vind këshyt për cilin, ka telefonat, ata nuk është që jabë në i veshin fort. Po, vrem. Kritika, atë lëndën, atë pengon, nëse dikush të kritikon nga? Jo, Seriozisht? për zotin jo. Edhe, kur e di që një njeri e ka një mendim ndryshe, beso që mundona mja marrë. Marrë punën ashtë edhe tiri me pi kafe, ose nesmit, ose mas një jave, e telefonoj mundona që mja marrë një mendim, qysh kalove mirë, mundon me ta po qefin, ose momentin që mbjen, po, tek e fundit nuk është për që dush mi përqy këtë njërësve. Nuk mundesh, nuk është dhe interesant jo përqy kretëve, ty për shumë në përqen Barcelona, mu reali. Ty Messi, mu Mbappé, ose Ronaldo. Po nuk është që duhet na pëlqy gjithë. Na me ju pëlqy gjithë, ose gjithë me na pëlqy neve. Kemi edhe na njerëz. Edhe unë kom që nuk e du, po respektoj, po marrë parasysh. Po kritiken e marrë shumë për bazë. Sa që... Edhe varet prej kujt vjen. Gjithmonë. Se s'mundesh dikush që ashtu që mbrojë gjithë ditën në shtëpi dhe ta jap një kritikë. Po kush ka thonë? Po, feks. Shumë bukur bash. Po se shoh për shembull, bizon që ndoshta pak e shkuptit, po nashta ti nuk i qëllojmë në haber, nuk i lidhe me atë punë, edhe vish e rëshon një fjallë që ashtu. Bash. Nashta edhe vish me në ranu kretve, edhe se marrë për bazë. Po, kur e shoh që dikush serioz, orë dhe ka thonë një kritik, ose ma ka thonë një kritik, beson që ka ndodhë edhe i kom thirë me pi kafe, shokët e kom diskutu. Ose në prova momentin që jemi mbledh, i kom mbledh edhe i kom thonë që qyse qështu të mi tha qëto do të mi përmirësu, ose që qësë nuk do të mi bo kur. Do të mi hekt pakën, do të më mundu. Mundona mi marrë shumë për bazë, lavdatat, po ta lidhe gjithmonë me bashkëshorten, po ka hera ajo ka marrë kështu të më jap në lavdat, momentet caktune. Sa bukur e ke kënuan e sa, i thëm, le vish me s'me përmanë s'to. I kom me ma jap lavdatën sy në sy, e kom jo vesvese, po nuk është që kom një rëndësi shumë, po nëjna o keq. Okej, edhe unë e kam shto, komplimentet, nuk di që nuk jem pjatë në tipave që kom qef me më lavdu në publik. Okej. Mundona me ikë pjatë i dhe në fill. Komentet për shembull në rrugë,
ose në për rrjetet sociale, s'po di garant edhe i lexon, sot dëgjoj gjithçka janë për rrjetet sociale, jo vetëm për muzikën, po edhe për artista të tjerë, edhe për edukëri, edhe për aspekte ndryshme të jetës, çdo lajm e shohim që janë komente, e shohim që është një veprim i vogël veç bëhet komplet virale dhe gjithçka tjetër, ç'është qëndron, apo i lexon, ai sheh, ai kthen, ai bën blok ndaj kujt. Jo, blok s'është që bëjnë njerëzve. Me të thonë drejtën, unë në rrjetet sociale që më thëmë herët ai aktiv, po unë i përdori, tash po flas për Facebook, edhe në Instagram të njëjtën kohë. Po. Me thonë drejtën i përdori për urime edhe ata që kanë ngushëllime në rastet caktune. Një urim ditëlindjes, një urim martesës, rast ndryshëm varet edhe një ngushëllim. Nuk munduna me bo komente ndryshme, nuk është që komente ashtu. Humorin që kom pizoj me ty personalisht, e zhvilloj privat, ose në grup të shoqënisë që kemi, po ju në publik, se unë e ti e kuptojmë atë humor, dikush tjetër se kupton, edhe merr këtë konotacion tjetër. E vërtet, nëse del dikush edhe thot, për shembull në rruga vëllagant, a mund dikush më drejtu gishtin gentit, më thon shumë u bë mendje madh. Arrogant, e ka rrit mendje. Po e thon veç vërtetom, a? Po dhe tash më herët Gjakova nuk është vend që mundesh më bo me në madh, se arrogant të fartipi tash. Po me në madh nuk mundesh më bo se është qasë lloj qyteti që diqysh... Këtë na mendim dhe. Jo, hajgore. Diqysh t'ullin fillin to. E vërtet. Po bune të ja. Një mend, po. A dimër që në prizojmë, na kemi najtë bashkë, kemi konë në shkollë bashkë, tash të i bune edhe dash me 15 edhe. Shemë të vizojmë. Po. është qasë lloj qyteti, Jo vetëm këtu. Dojmë se ka edhe në Prizren, ka edhe në Prishtinë, se për fat kemi shokë, familjarë, miq në gjithanë, edhe i vrejmë. Në gjithë botën ka kështu janë. Po Gjakova është pak ma specifike, është ma din tu dal pi kafes ose të hin kafe tash një. Tal çani fjalë valla. Tash më herët e kumboni ndryshim, pamje domethënë në trup, tash kur po më shohin, ka merak më vjen. Unë gjithmonë kam pas merak, po pesha nuk ma ka leju fort e fort, përveç orarit punës. Tash kur po më shohin me tesha, na sa ditët, se brava ka vesh këmishë nxet. Në morë dhe punë, shumë ka të bëj ty kur gjohë, as ti s'pi vesh, unë ka veshive. Po shumë anë sa, ose që ke ka nisë më vesh bukë, unë gjatë më jam vesh me forcat e mija, me takatin tamë që thonë. Po s'pe ditash, ka. Po të fartipi. Ka njerëz edhe që të rrjetet sociale, edhe ka njerëz që kanë mundësi me pas qasje në rrjetet sociale, pa kur farkushti. Pa kur farkushti edhe mundësia për me ta thonë një fjallë, ose një mendim është shumë e lehtë. Po mos më pëlqejnë këto, s'po kom qef as me hi politikës, po këto për politikë kur pisha, këtë kohën vish për do të më shku talent, vish me shtysë s'po më mi pa. Vjen ti në herën politikë? Aj, zot më se pa. As që me parti, as nuk. Qaj që e sho që është të punu në këtë rast për qytetin, për një komunitet caktun të njerëzve, ose në një rreth temin, më ona mja vlerësu, sigur në rastet e që në majtë zjedhe në Gjakov të ashtë asambleve komunale, ku pas edhe shokë edhe familjarë. Për shembull njëni për djemve, nuk përdu mi përmen me hena, po me të vërtet ajo rrit në organizata ajo qeveritare. Lëvizje të rive, në çdo aspekt, këtë kohën. Edhe momentin që kumë po që është kandidat për asamble, si kumë po thonë, këti kom ja vota. Edhe kumë thonë haptas, edhe kumë thonë që kom ata vota, shumë thjesht. Amo, mu i kuadru. Ministri i Kulturës. Aj, zot më s'ka. Gente. Ja, faleminderit. Jo, se mas nej dashtet të ngjesin ata. Që të lena na. Bash, epitetit i ki valla. Jo, jemi me halal. No, mos lena me halal. S'po them që janë krejt pa halal, po normal. Bash, është ajo direkt etiketa. Kur falem për raportet kështu me kolegë dhe ke dishur Gjakova ka artista shumë të mëdhej edhe në përgjithësi për një me botë muzike mirë shqipe kudo. Kemi muzikë që janë këngë dyqysh janë pa vdekshme gënd. A ke ndonjë këngë kështu që ngën edhe kur zbohet bajat? A ke këngë për qefi? A ke artista për qefi? Hajtumi do artista që i ke të zemrës. Artista të zemrës, shqiptar, që mu dhe më thonë... Jenë shijet e tua dhe thjesht... është në preferencat e mija. Eksakt. Une tash po ta elaboroj pak ma gjënsisht. Pa tjetër. Përveç që e kom si idol, po e kom edhe familjar një dhe kohë, ka pjesa nanës, ka nanës, unë e shketë zënjetishin e kom idol. Edhe shumë kush, edhe në përzinën, po amje, shumë kush më thot edhe djallit ti, se kom veç atë kompleks, absolutisht nuk e thomë. Apo s'të gënë? Jo, absolut. Për mua është knatësi,
është, unë e thëmë është, dhe më thonë tamam një legjende qytetit. Përveç tjerëve që kanë qenë përpara, po të Smet, Qamiljet Vogël, Mirizës gjithë qerve, Shket Zenitishin, Zenel Doli, janë këngëtarë që janë të pavdekshëm. Janë të pavdekshëm. Unë po nuk kom shka me diskutu, po flasë për qytetit Gjakovës. Jashtë Gjakovës, dhe më thonë përgjithësi qyteteve qera, ata që populli i doni që po janë të padiskutueshëm është Sinan Vllazaliu, është Ramadan Krasniqi, Sabri Fizollahu, janë gjithë ta këngëtarë që tash janë shumë afër Muçiçi për shembull, janë këngëtarë të mëdhaj që kanë mbijetu kohës, kanë dhënë shumë për kulturë. Kanë fakte. Domethënë jo vetëm janë këngëtarë, por kanë fakte. Kanë lënë gjurmë na shumicën e mramjeve dashmave kry me hitet tëne. Është e padiskutueshme. Hajt na i këngë kështu që shumë po i pëlqen shqipe. Edhe në përdasma që kërkojnë shumë, ndoshta që diqysh kallet atmosfera, se më ka marrë mali me shku, po më duket me një dasë. Kur dush nuk ka problem. Me kongë, s'pedi ka shumë bra, diqysh unë jam me periudha. Apo, hajt, për shembull. Një kongë tash për momentin që më Po pëlqen. bre, diqysh ne o që e ke kështu, edhe Elçan Kera, dëgjon një që kështu në vitur? Po me YouTube. Nuk është që i ruajnë telefon. Ka disa kongë që i ruajnë telefon, nëse nuk më punon internet në moment saktun edhe shoj. Okej. A jema shumë ka popullorja, po? Me ta tregu listën, i kom lëmsh, nuk i rëndis. Po, a? Sa ndodh që ngoj turqisht, sa ndodh që ngoj shqip. Po, s'e kam atë problem, unë ngoj. Tash edhe kemi, domethënë edhe muzika është, s'pa ta me njëjtë, po thua se njëjtë ose shumë kongë janë përkthy, janë bërë tanaj. Po një kongë që s'pedi, që është që e gjunë vetën gjithë kushën të është, për shumë njën apetine është Mëj Silvia. Okej. Mëj Silvia është kongë me ftyrqesh, unë s'pedi, ka shumë kongë, nuk e di tash. Okej. Kemi plot. Shumë, tepër. Nëse të vjen ajo tjetër mend, deri në fund të emisionit. Jo, s'është problem, ata. Po pëldu në ajo që, domethënë, ndërlidhe përgjithshëm, preferenca me mundet me qenë në kongë që është shumë e mirë, po ndoshta nuk është e famshme ose nuk është e ndëgjueshme për publikun, s'mundet mi pëlqy dikujt. Po ka tash varet pishit. Okej. Gjen veç pak ndoshta po du pjesën kur veç e diskutova tek pjesa e fëmirisë, kur veç e falem në fillim. Nostalgji, sa dush, kur e kthen kokën pas edhe me pa agentin e vogël, a kish mendu që kish me qenë këtu ku është sot diqysh? Edhe a ke pas ndonjë ëndër tjetër si fëmijë mu bo diçka tjetër, a je rrit në qasi familje për pjesën e muzikës? S'ke pas familje? Në familje, shumë vite përpara ka këndu edhe gjyshi, pasi që nana në kom nga Prizreni, Muhamet Jetishi, kanë këndu muzikë popullore, domethënë ka familja babit, nuk është që kanë qenë aktiv kështu me muzikë, po kanë qenë, Sevdali kanë qenë maraklit muzikës. Babi, Agja, dy Agjët kanë qenë maraklit muzikës. Dhe më me thonë që më rritë në atë frim, domethënë muzika popullore shqipe është cila aty pare, domethënë nëpër familjen tonë. Po nostalgji që tha. A rritë familje të madhe kështu? Jo. Jo. Okej. Jo, dy Agjë, 3 halla kështu, domethënë jo në familje e madhe, jo kështu. Edhe në rreth nuk kemi, vetëm unë e vllau kemi qenë si fëmijë, nuk kemi pas fëmijë tjerë. Okej. Ti fëmija i madh. Vllau i madh. Big brother. Big brother. Po. Nona dertit. E për nostalgji, unë si fëmijë gjithmonë, se në vitin, domethënë kom lind në 93, në vitin 95 kemi shku në Gjermani. Edhe atje për të tregojnë, domethënë edhe kom fotografi që shoh, ose kom qenë me top, ose me telekomand, me Dekitron, para televizionit, të këndu. Kushdo që ka dalë televizionin, nuk kom këndu. Domethënë, u ditë aty, ja kemi me hi futbollit, me bo shumë pare, ja me hi muzikë, me bo pak pare. Me bo dhe ma shumë pare. Po, lëmë goja. O di që di ka kom e majtë. Po, të rritë, jo të zhvillu, po të e shfaq në forma ndryshme edhe pse kom qenë shumë i marshëm. Shumë kom qenë i marshëm. Shumë tepër kom qenë i marshëm. Sidomos me mbështime, këmu dikush o unë kiamit i zotit. So që edhe gjizimit e para kërë kam bojnë nuk kom mujtë mi ndëgju vetë. Ata më dheshin në studio, perfekte i kënu shumë bukë, so kam pëlqen, nuk disha edhe mi spjegu. Po nuk është që kom qenë shumë i marshëm, nuk kom ditë. Po... E ki shiju atë ku, pjesën e fëmijës? Po, kom shiju,
po tash dika është dasht me majt. Me mbajt, Po, bashkë. e kom njek ato tamam të familjes, me pas dalë futbolist, isha dasht me pri rrugën i pari, a kisha Po me dhes, a ditë. s'kisha dhes, kur si kish, si çdi. Bashkë, e kom një pyetje të fundit, Gens, Po. edhe fluturon minutat. A ja pe hoj muzikës shumë, në aspektin financiar? Në çdo aspekt. Apo? Po. A jetu dhenë ma shumë, a edhe jetu marrë për muzikës? Mundona me dhonë që shtash edhe ma herët, Po. në çdo aspekt. Në aspektin e grupit thash, pak ma jetë që përkushtimit e grupit shumë. Dhe më thonë nuk është që kom investu në vetën shumë. Nuk kom bu në investim ma, realiteti është. Edhe financiarisht nuk kom dhonë shumë, fakt që kom marrë nështë ma shumë, po hajrit mja pa muzikës në çdo aspekt po. Gjithmonë me mundi, Po. pa dallavere, pa ato që thojnë na dredhinat. Po, hajrin po. Okej. Edhe në aspektin personal, edhe në respektin e njerëzve, une ma shumë e çmoj respektin e njerëzve në momentet caktuar, se nështë qatë mjetë financiar që fitojnë në moment caktuar. Okej, edhe Shumë ma ka shumë e vlerë çmoj. ma Po, unë për vete ma shumë e çmoj gjatë. Ka njerë marë që thojnë jemi në zorë për një fjallë guajt mirë. Me njerëz mirë, njerëz pozitiv, kur ta thojnë një fjallë adekuate, se tash ka njerëz që thojnë edhe me qëllim tendencë caktuar, po hajrin po. Okej. S'bën mja hup se Padyshim na që vret po. që kjo se kemi fitu. Vash sa mirë të agent. Priftë mbara, këtë Faleminderit. verë dhe tutje me muzikë, mos u ndalësh asnjëherë, edhe na veç urej mu pa për të mira. Faleminderit shumë edhe juve, edhe për mua kom kënaqësi për dallim për herëve të kaluara, jo vetëm të ju, po edhe në televizionet tjera në për ambientet të mbyllne, sidomos pak më Prandaj nuk veçantë. sova në studio, thash. Perfekt, Duhet faleminderit me shku në shumë. Gjakove dhe me Shumë dalë faleminderit. natyrë. Ambient pak më ndryshe, besoj që kemi kalu qaste të bukura edhe ne edhe teleshikuest. Patjetër që po. për Faleminderit gjithmonë. shumë edhe publikut që ka Faleminderit. qëndru bashkë me neve deri në këtë moment, ne shihemi pra bashkë të shtunën, ju mos ndani për ekranin të TV1. Mirëmbëjtje. Ky emision mundësohet nga Telkos, Ecofruit, Bruno,